Dije që bota nuk sillet rreth teje. Me dërtejt prej probleme bashkëore që i kemi është vetëpëlqimi. Njerëzve po ju hin vetë janë qef. Sikur po mendojnë që bota sillet rreth tyre. Kurse realisht kjo është smundja më e rëndë që mundet me godit njeriu. Smundja vetëpëlqimi. E kemi një rregull të artë fetare që është shërim për smundjet e zemrave, smundjet e shpirtave. Aja rregull është që të shikojmë ata të cilët janë më poshtë se na. Për çështje materiale. Pra kur jemi me ndonjë gjendje, të mos i shikojmë ata të cilët janë më luks, më në komoditet, po të shikojmë të varfrit, të shikojmë ata që janë në vujtje, e kështu me radhë. Kjo është si në rrafshin individual, si në rrafshin kolektiv. Pra në rrafshin individual, nëse ti përjeton ndonjë gjë, e shikon dikon që ka përjetuar ndonjë fatkeqësi më të madhe. Kurse në rrafshin kolektiv, nëse ankohesh diçka shen ndonjë mangësi në vendin ku jeton, ka vende të cilat kanë mangësi shumë të mëdha. Pra duhet më mësu që mi shikoj ata që kanë më poshtë. Se origjina e vetëpëlqimit është duke i shikuar njerëz më lartë, duke u shoqëruar vetëm me njerëz të luksit dhe kështu pastaj njëri bëhet i komoditetit dhe rrjedhimisht sillet keq me ata që kanë më dobët. Sillet me arrogancë dhe me vetëpëlqim. Dhe i duket që bota sillet rreth tij. Nuk sillet bota rreth teje. Mos mendoj që je dikush se kërkush i si. Dhe në anën tjetër e kemi rregullën tjetër që për çështje edukative, për çështje shpirtërore duhet me shikua ata që kanë më lart. Pra për shembull, nëse një njeri falet, mos e nin veten krenar ndaj atyre që s'falet. Ato ne falën, atje nuk falen. Po jo, ti shikojnë ata të cilët kryen namazet më mirë. Për shembull falen edhe namaznate. Ose agjerojnë vullnetare vepra të tjera të mira, ose respektojnë prind, ose bajnë vepra shumë të mira të bamirësisë. Për kësaj çështje duhet mi shikua ata që kanë më lart. Për çështje shpirtërore duhet mi shikua ata që kanë më lart. Kurse për çështje materiale ata që janë më poshtë.